Çmimet e derivateve të naftës në mashininë e veriut po ecën me hapa të shpejt, madje kanë mbetur edhe ca denar që çmimet të shndrohen në numër 3 shifror. Pothuajse të njëjtin ritëm e ndjekin edhe çmimet e produkteve tjera, ndërsa nga qeveria theksojnë se çmimet janë stabile e për opozitën janë katastrofale. Kryetari i LSD-mos opozitare, Venko Filipçe, thosë se qytetarët nuk po shohin përfitime nga ulja e TVSH-s për karburantët edhe derivatet e naftës, pasi pavarësisht kësaj mase, ai tha se çmimet janë rritur. Sipas tij, çmimi i derivateve të naftës ka ndikuar drejt për drejt edhe në shtrejtimin e ushqimeve. Rritja e çmimit të energjisë, derivateve dhe naftës do të sjellë rritje të çmimeve fillimisht të produkteve ushqimore e më pas të gjitha produkteve të tjera në vend. Nafta ishte 71 denar, ndërsa tani është 95.5 denar dhe qytetarët tashmë ankohen se nuk mund të mbushin as shportën bazë. Janë shtrejtuar produktet bazë si vezë, mishi, produktet e qumshtit, frutat dhe perimet dhe dihet se kur këto produkte rriten një herë, çmimet në rroll kthehen pas. Nga masa e qeverisë për uljen e TVSH nga 18 në 10% nuk po përfitojnë as kompanitë. Megjithatë, për ministren e energjetikës Sanja Bozhinovska, çmimet e karburanteve mbeten stabile. Ajo tha se masat e ndërmarra nga qeveria në kombinim me hapa konkrete nga operatorët ekonomik po japin rezultate, çmimet e karburanteve janë stabilizuar dhe presioni i çmimeve është zbutur ndjeshëm, duke shtuar se është duke u siguruar ulje shtesë për dizelin. Në këtë drejtim, kompania Okta e vazhdon iniciativën për ulje të çmimeve të karburanteve dhe pas afatit fillestar që ishte parapar deri në fund të marsit. Masa do të zgjas deri më 6 prill. Si pjesë e këtij vendimi, ulja për dizelin rritet nga 2 në 3 denar për litër, duke siguruar mbështetje shtesë për konsumatorët dhe duke kontribuar në stabilizimin e tregut. Të njëjtën e vërtetoi edhe kryeministri Christian Miskovski, i cili vazhdoi të mburret se çmimet e derivateve të naftës në mashininë e veriut janë më të ulta në Europë. Kështu që nga sot kemi 3 denar ulje në të gjitha pikat e karburantit që janë në parametrat të Oktas, nga çmimet maksimale të përcaktuara gjë nga Komisioni Rregullator për Energjetik, kemi ulje prej 3 denarësh, gjë që do të thotë se aktualisht kemi çmime më të ulta të karburanteve në Evropë. I pyetur nëse po shqyrtohet mundësia e kufizimit të blerjes së karburanteve për shkak të paralajmërimeve nga vendet e rajonit dhe fakti që qytetarët nga shtete fqinje po furnizohen në vend, Miskovski tha se aktualisht ka sasi të mjaftueshme për nevojat e qytetarëve, ndërsa tha se konsumi është rritur në disa zona kufitare me Shqipërinë, Kosovën, Serbinë dhe Greqinë për rreth 10%.